Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se zyra e presidencës ka përgati një ligj që do të mundësonte heqjen e tarifave për 10% ndaj mallrave të importuar nga SBA-ja, por se për miratimin e këtij ligji duhet fillimisht të konstituohet kuvendi i ri. Ne kemi gati ligjin që t'i propozojmë kuvendit në momentin që konstituohet. Kemi diskutuar me shumë deputet, jam e bindur që do të kaloj, tha Osmani. Me 3 prill Osmani kishte kërkuar qeverisë të pëzulloj tarifën doganore për 10% për mallrat nga SBA-ja, një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump kishte vendosur një tarifë të ngjashme ndaj importeve nga Kosova. Vendimi i Trumpit përfshinte tarifa ndaj shumicës së vendeve të botës me tarifë bazë për 10%, por më të lartë për vendet me të cilat SBA-ja ka deficit tregtar. Por ministrin e detyrë financave Kurran Murati kishte kritikuar qasjen e presidentit Osmani duke thënë se politikat fiskale bien në fushë veprimin e ekzekutivit dhe se për këtë çështje duhet të trajtohen larg mediave. Kjo kishte nxitur reagim nga këshilltari për media i presidentes Osmani, Bekim Kupina, i cili kishte cilësuar përgjigjen e Muratit të turpshme dhe skandaloze. Osmani tha se kjo mosmarrëveshje mes institucioneve shtetërore të Kosovës ka dëmtuar interesin e Republikës së Kosovës jashtëmase.